rikthyer në këtë pjesë tjetër dhe në fakt tani do të diskutojmë pak më shumë për temën, i lëm pak këto thashë themet që e dim që na qan shpirti, po ç'të bëjmë? Ishin edhe të zjarrta, po e din ç'a do jetë zjarr. Do jetë Big Brother, më dhe e dim të gjithë që Big Brother. Vërtet, mendoj se sepse ka dhe Big Brother jashtë. E din ç'a dua të di unë se sa herë vazhdon një Big edhe tek çdo Big Brother që kam ndjekur, jo vetëm që kam marr pjesë, ka qenë kush do jetë historia vitit. Ka gjithmonë, edhe nëse ka 2-3 çifte, është gjithmonë një histori. Këtë kam kuptuar që sjell Big Brother. Domethënë, një dashuri veçohet nga tjerat, sulmohet edhe kjo është kurëshja ime. Nuk e di pse kam një ndjesi që këtë vit do ketë shumë dashuri aty brenda. Jo të vërtet mendoj. Po Amina mos do bësh ti. Jo unë me na lini rat. Nuk e di pse unë mendoj që nuk do ketë dashuri të vërtet, sepse që në pas Big Brotherit tënd është ndërprej ajo e finali i lumtur të dashurisë në Big Brother. Po pas Big Brotherit tonë ishit vetëm Egli me Jesse, kështu që Jozi pa një final të lumtur. Pastaj unë kam thënë që më herë të çifti Jozi Loredana nuk kam besuar kur, kështu që mendoj që do kenë shumë prototipe të tilla për të vazhduar një lojë. Jo, unë shoh një fenomen, Falina, shoh një fenomen të çuditshëm që ndodh në Big Brother, kryesisht që ndodhi domethënë në edicionin e 4. Ishin femra që ishin drejt meshkujve. Domethënë, nuk ishin meshkuj që bënin për femrat. Çka kemi parë tek Luizi dhe te Big Brother jon, domethënë, nuk e kemi parë në edicionin e 4 dhe këtu mendoj që hyn pak loja. Po mirë, për shembull ndalemi pak tek pjesa e Luizit. Sa e ndihmoi kjo dashuria Luizin atëherë për të bërë këtë show-in? Dihet që është caktuar me vite që ka qenë një fenomen i Big Brotherit, por kur ndalemi tek dashuria, sa të jep shtys dashuria për të bërë show? 90%. Luizi nuk është rasti, sepse Luizi ka bërë show edhe jashtë dashurisë, domethënë ka bërë show me lojën e tij, është rast për të studiuar, është habuk veç dhe këtë se them se po t'i dalësh kundra e bla 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 mitet e shqiptarëve, por që e kanë treguar dhe faktet dhe koha. Sipas jush, kush ka bërë show ndërmjet dashurisë në Big Brother? Mund ta cilësoj Loredanën dhe unë. Domethënë nga çfarë unë shikoja nga jashtë, e cilësoja Loredanën si një lojtare shumë e mirë kur vinte puna tek dashuria. Se mua më është dukur më e sinqertë në lidhjen që ka pas me Jozin. Jozi ndoshta e ka shfrytzuar pak se pa Loredanën ishte shumë ngrohtë. Shiko, unë do ta studioja, unë si shikuese e studioj. Mundësisht ishte degenerim nëse nuk merresh me Loredanën, sepse kapeshë shumë e rëndshme. Unë kam kanë rënd, personazhi është ba Jozi. Pastaj nga ato batutat e tija, ishte vëmendja dhe kërpjesa të Loredanës. Dy nga një marrëdhënie. Gjithmonë po njëri që inicion dhe ka vëmendjen, po, gjithmonë Jozi ka pas vëmendjen, pastaj mori Loredana, në sentimente do thoja që ka qenë më sinqert Loredana. Për mendimin tim. Unë e gjykoj ndryshe. Nuk e di, unë kam para se të dilnin, nuk dishin kujt mëjallan fajin që kjo histori nuk do ecte në fund, kështu që për mua nuk ka qenë kurrë sinqert as nga ana Loredanës as nga ana Jozit. Me çfarë unë shikoja, pra flas si shikuese dhe si një person që nuk ka qenë kurrë pjesë e këtij formati. Shikoja nga Loredana një lloj mënyre, domethënë një lloj balance kundrejt zemrës dhe mendjes, pra ishte shumë i qartë se çfarë po bënte. Që dashuria e vërtetë, ç'është e vërteta, të bën pak budallaqe në thonjza gjithmonë. Të mbyll njërin sy. Ta mbyll njërin sy, po pastaj ta mbyll dhe tjetrin edhe sikur shef më. Gjë që ajo po e mbante goxha në kontroll. Por kalojmë dhe pak tek pjesa e Shizontopit. Për shembull, Engji ka pasur një hedhje spektakolare në pishinë. Engji. Ajo hedhja jote. Ajo ishte një trampolin drejt suksesit, po themi, kupton viraliteti, por që është një famë e përkohshme, kupton, duhet ta mbash. Sapo vihemi ne kundrejt të bërit gjëra që bëjnë zhurmë momentale dhe nuk e llogarisim që kjo nuk është një famë afatgjate. Dgjoj, nëse hapni një lajm në portale, gjithmonë do jetë skandal, se ne pam edhe dasma të shumta që nuk u komentuan se sa e fortë ishte dashuria, po u komentuan për çmimet marramendse që kushtoi dasma, që do të thotë, gjithmonë
të bëhesh virale, ose mund të bëhesh me këto memet ose qiltërsinë që ke, ose do jesh pjesë e skandaleve. Tani kjo Po me qenë se po flasim për dasma, ka pas ndonjë dasëm pak private këtë vit? Din ndaj gjak, keni ndonjë informacione? Shumë private. dasma. Po di që janë martuar, më duket Adrola është martuar. Po Privatisht? nuk e di, unë kështu kam dëgjuar. Kam dëgjuar dhe se disa të vërteta janë, nëse nga ana tjetër kemi këta që përpiqen të tërhiqen Me kapitalin, besoj se nuk ka shkush tjetër. Okej. Tërhiqen pak nga kjo bota e famës e zhurmës për të pasur diçka më për vete. Por pse tërhiqen nga kjo? Më lind pyetja tjetër mua, pra se ndonjëherë heshtja ka më shumë zhurmë po se vjen me maturinë, vjen edhe me maturinë, me vitet. Ndonjëherë edhe mund të hedhin balt, mund dalin lajme të pavërteta, kur në vërtet ti po përjeton ca gjëra që të ndikojnë. Nëse del një lajm që un jam lidh me Inën dhe un nga ana tjetër jam me Livian, patjetër që do më ndikojë te marrëdhënia ime me Livian, kështu që është normale, kjo i distancon njerëzit. Sa jemi ne kundrejt viralitetit, drejt showit. Sa biem ne kundrejt kësaja. Unë shkreta kur jam bërë virale, as nuk kam marrë mendja që ka qenë ato momente që jam bërë virale. Unë mendoj që kjo ndodh ose shkon ky moment të publiku ose nuk shkon, dhe janë pikërisht momente që ne mendojmë që ase këtu do bëhemi virale, nuk bëhemi. Dhe janë ca momente pastaj që ti e shef që kjo gjëja po mbledh. E kam shumë të vështirë kalkulimin për që se flas për vedin për të bërë viral. Cili është çmimi që ne duhet të pagojmë për të pasur këtë viralitet dhe për të fituar famën që kemi sot, po themi? Çmimi që ti aty të sheshi Skënderbej të festat nuk del dot dorë për dorë me partnerin tënd, jo se s'del, se mund ta bësh, po të prishet. Qa nuk di njerëzit është më e mbrojtur gjithmonë. Edhe që këtu fillon, që të privatësia. Nuk e imagjinoni, unë sa herë kam postu nga lidhja publike njerëz. Dhe pse ishte gjithçka okay, do uzinim, do bëhet nami që besoj shumë të gjë. Jo, un kam qenë në fillesat e lidhjes, kam qenë te kemi qenë në Turqi bashkë në Bodrum. Po, do bëja një intervistë me dika aty edhe kam parë që diçka po lindte mes kësaj vajze dhe personit në fjalë. Më kellan shumë këshilla, më kennajt edhe shumë afër. Po dhe në marrëdhënie, në fakt, sa e vështirë, domethënë ka nga ata njerëzit që e bëjnë marrëdhënien për show, pra fillojnë të bëjnë pak më shumë content të dy së bashku. Këto janë marrëdhëniet kompromis. Kompromis në dy aspekte. E para që unë e ti jemi sepse na do publiku dhe do vazhdojmë bashkë, dhe marrëdhëniet e vërteta që kanë ndjenja por kanë kompromis që shpirt, do i ndajmë fitimet, bëjmë content bashkë, këtë dashurinë tonë përqen të publiku, marrim edhe benefitet edhe profitet ekonomike. Më pëlqen fare kjo, për shembull, kur shoh çifte. Si je ti private? Më pëlqen ta mbaj private marrëdhënie. Aktualisht si do i presësh festat me babagjyshin apo me babagjyshin tënd? I pres në punë, kujdi. Po përveç punës mi. Meqense jemi në minutat e fundit, Eriola, Bigo po fillon, kështu që këshillat e tuaja që do i jepje banorëve që do futen këtë vit. T'jen vetvetja, do me thënë edhe të mos kursehen. E din sa problem është kur dele dhe thua si kur da kisha bërë këtë, mos u kurseni. Nëse keni një moment më dyshje, futuni në pishinë me ujë të ftohtë, bëni një dush dhe ecni drejt. Do me thënë nuk duhet të kursehen. Shumë mirë. Do kemi një të ftuar special, kështu që mund të kalojmë në publicitet.